Përshëndetje për gjithë shikuesit e emisionit Familja Jonë. Ne sot do të flasim nga Spitali Royal Imaging Center për një temë specifike, që është CT-ja dhe rëndësia e përdorimit të saj në radiologji. Do të thonë CT-ja ose tomografia kompjuterizuar është një lloj skanimi që përdoret në radiologji me ndihmën e rrezeve X për të krijuar imazhet e detajzuara që neve na nevojiten për diagnostikim të sëmundjeve të ndryshme. Sa i përket përdorimit të CT-s në radiologji, ka indikacione të shumta dhe ka një gamë të përdorimit të gjerë të saj. Sa i përket problematikave të ndryshme mjekësore, sidomos përdoret tek urgjencat mjekësore, në të cilat këto i ndajmë në dy grupe, urgjencat traumatike dhe jo traumatike. Specifikisht përdoret tek urgjencat traumatike për shkak të kohëzgjatjes së saj që është më e shkurtër krahasuar me ekzaminimet e tjera. Nëpërmjet kësaj ne realizojmë CT-n dhe diagnostikojmë probleme traumatike që mund të ndodhin gjatë aksidenteve, sidomos tek traumat e kokës. Dhe këtu ne përdorim për të eliminuar ndonjë gjakderdhje intracerebrale të mundshme, përdorim për të parë nëse veç kemi ndonjë frakturë të mundshme nëpër organizëm që mund të vijë nga aksidentet. Përdoret tek ndryshimet traumatike të toraksit për të eliminuar për shembull ndonjë pneumotoraks të mundshëm. Sa i përket urgjencave jo traumatike, përdoret tek koka të parë ndonjë iskemi cerebrovaskulare të mundshme, përdoret për realizimin ECT-s së toraksit për të diagnostikuar një gamë të gjerë të patologjive në toraks. Në abdomen përdoret gjithashtu për të parë patologji të ndryshme, traumatike dhe jo traumatike, të hyjnë gjakderdhje të ndryshme që hyjnë në grupin e traumave. Gjithashtu tek ndryshimet jo traumatike për të eliminuar ndonjë apendicit të mundshëm, ileus apo volvulos. Sa i përket kërkesave të tjera për realizimin e CT-ve për post traumave dhe urgjencave, përdoret për të diagnostikuar sëmundje të ndryshme onkologjike. Sidomos ka një përdorim të rëndësishëm tek pacientët onkologjik, që ne e përdorim për stagingun, stadifikimin e sëmundjes së këtyre pacientëve. Pacientët onkologjik, ne i përcjellim me këtë metodë për të realizuar stagingun e sëmundjeve të tyre, për të parë nëse ka ndonjë metastazë të mundshme dhe për të përcjellur ecurinë e sëmundjes së tyre në të ardhmen. Përdorim tjetër i CT-s bëhet për të eliminuar ndonjë infeksion të mundshëm nëpër organizëm. Gjithashtu ne realizojmë CT tek pacientët që ordinohen nga specialistët e ndryshëm me diagnoza specifike. Për realizimin e CT-s ne përdorim kontrastin me bazë të jodit, i cili është një kontrast i lëngët që jepet në mënyrë intravenoze tek pacientët dhe neve na ndihmon për detajzimin e problematikave të ndryshme specifike nëpër inde dhe organe dhe për vlerësim të specifikuar të enëve të gjakut. Sidomos, e thashë edhe më herët, ka një rol të rëndësishëm tek pacientët onkologjik për vlerësimin e tumoreve të ndryshme. Përdoret CT-angiografia për vlerësimin e enëve të gjakut. Sa i përket pyetjes se cilët pacient nuk duhet realizuar CT-n, kjo është një pyetje e rëndësishme dhe specifike, edhe pse CT-ja ka një rol shumë të rëndësishëm dhe përdoret në radiologji. Janë disa kategori të pacientëve të cilët nuk duhet realizuar CT-n për shkak të disa ndryshimeve që mund t'i kenë ata në organizmin e tyre. Po cek disa prej tyre. Për shembull, numër 1 kisha cek kategorinë e parë që janë 7 zënat dhe kjo kategori nuk lejohet dhe nuk preferohet të realizojnë CT për arsye se kjo lloj metode përdor rrezet X dhe nuk është e toleruar që nëna dhe fetusi i saj, sidomos në 3 muajt e parë, të ekspozohen rrezatimit dhe kjo metodë bën që ne t'i shmangemi ndonjë komplikime apo për t'i shmangur ndonjë lloj komplikimi apo malformimi që mund t'i ndodhë fetusit në të ardhmen. Zakonisht tek këto raste, metoda standarde që përdoren të shtatzonat janë ultrazoni ose rezonanca magnetike.
Kategori tjetër që është shumë e rëndësishme dhe duhet me pas kujdes me ta nëse veç kanë kërkesë për realizimin e CT-ve me kontrast, janë pacientët me smundje kronike të veshkave, me insuficiencë kronike nefropatike, dhe tek këto pacientë gjithmonë ne paraprakisht kërkojmë klirensën e kreatininës dhe nëpërmjet sistemit soberik ne nxjerrim vlerat e EGFR-it, që gjithmonë duhet të jenë të larta mbi 30. Dhe nëse të këto pacientë këto vlera janë të ullura në 30, atëherë ne i kemi disa skema të përgatitjes specifike të rehidrimit të këto pacientë, ose nëse veç këto vlera janë shumë të ullura, atëherë ne preferojmë paraprakisht që këto pacientë të kenë konsulta specifike me nefrologët, që më pasaj ne të realizojmë CT-n me kontrast të jodit dhe mos të shkaktojmë ndonjë dëm eventual të mundshëm tek veshkat e tyre. Kategori tjetër të cilët nuk preferohet të realizojnë CT me kontrast, sidomos janë pacientët që ndoshta më herët kanë pasur ndonjë reakcion alergjik dhe kjo është kategori absolute. Këta pacienta nuk rekomandohet dhe nuk preferohet të realizojnë CT me kontrast. Zakonisht ne kur realizojmë CT bëjmë rekonstruksionet dhe imazhet i kemi në 3D dhe ne në spitalin ton kemi një program softverek që është shumë specifik dhe quhet IMAR, dhe kjo na ndihmon neve shumë për të larguar artefaktet e mundshme që mund t'i kenë pacientët nga ndonjë metal që është i vendosur në trupin e tyre. Dhe kjo na ndihmon neve shumë dhe na bën më specifik në leximin e imazheve të ndryshme tek pacientët e kësaj kategorie. Për të gjitha këto dhe informacionet e tjera më të detajzuara, ne ju presim në Royal Imaging Center.